Pyetja që ndodh në të moment, ose që mund të bëhet befas, është ore çfarë ndryshoj me shoqërinë? Si ka mundësi që një shoqëri kaq apatike, siç dukej që ne kemi diskutuar edhe për emigracionin këtu, si vetëm alternativë politike ka pas emigracioni viteve të fundit, pra ka thonë që shiko, unë këtë shtet nuk ja dal dot, praktikisht po marr unë çantën time, po marr fëmijët e mi ose familjen time dhe po jap vetes një zgjidhje individuale me që zgjidhje kolektive nuk gjej dot. Unë mendoj se na ndryshuan ca gjëra. Fillimisht në këtë shoqëri është thënë gjithmonë që shiko, unë ngrihem, po nuk ngrihen tjerët praktikisht. Kjo është fjalia që ti e dëgjoje në çdo kafe, në çdo muhabet e me radhë. Duket sikur kur e pan njëri tjetrin protest, thanë që prit more se pas ka qenë sinqert, edhe ky komshiu që unë e urrej, edhe nuk ja kam besën fare, u bashkoka me mua në protest dhe pas tjetër të halle me mua. Pra kjo kultura e mos besimit të tjetri, që ishte ndërtuar prej vitesh në këtë vend, duket sikur ra. Kjo ishte e para që na bashkoi.